Vetëm një gjethe e kësaj bime I thot lam të mirë çdo problemi, ja si ta përdorni. Sherebela ka veprim antibakterial dhe antikërpullor, freskon dhe forcon, ndihmon kundër dhimbjeve dhe temperaturës së lartë. Mund të reduktojë nivelin e glukozës në gjak, gjë që e bën të dobishme edhe tek personat që vuajnë nga diabeti. Ka dhe veti të mira për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët popullore rekomandojnë sherebelën dhe trajtojnë atë si një prej produkteve më të mira ushqyese në dobi të organizmit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sherebela ose në latinisht Slavia officialis mund të ofrojë shumë përfitime në betejën kundër komplikacioneve të organizmit. Shkenca ka dëshmuar që sherebela ka veprime të mira antibakteriale dhe gjithashtu antikërpullore, freskon dhe forcon dhe ndihmon kundër dhimbjeve dhe temperaturës së lartë. Mund të reduktojë nivelin e glukozës në trup, gjë që e bën të dobishme atë edhe kundër problemeve të sheqerit të lartë në trup. Praktika ka treguar që mënyra e shkëlqyer për të pastruar gjakun, po ashtu ndihmon edhe në nxjerrjen e sekrecioneve nga organizmi, mund të arrihet fare lehtë me përdorimin e sherebelës. Gjithashtu ekspertët tregojnë se ajo mund të ndihmojë në mënyrë pozitive në qarkullimin e gjakut dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, përdorimet të tilla të sherebelës mund të jenë një nga përzgjedhjet më të mira në ndihmën e shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sherebela ndihmon kundër të vjellave dhe diarres për të shpeshtësuar gjithashtu edhe mbrojtjen e organizmit. Ajo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të zorrës së trashë, gjithashtu edhe problemeve të stomakut, duke ju ndihmuar të jeni më të relaksuar dhe të ndihmoni organizmin tuaj, gjithashtu edhe në menaxhimin më të mirë të këtyre komplikacioneve. Çaji I sherebelës me mjaltë dhe lëng limoni mbetet një përbërje shumë e mirë për të bërë gargar edhe për të lehtësuar grykët e skuqura. Madje përdoret edhe nga tenorët e ndryshëm për të përmirësuar performancat vokale. Ndërshekuj, sherebela dhe çaji I saj është përdorur për të kthjelluar mendjen dhe për të stimuluar kështu funksionet më të mira të trurit. Sipas studimeve duket që nëse sherebela ka efekte pozitive edhe te personat që vuajnë nga probleme siç janë për shembull ato të Alzheimerit. Por si të përgatisni lëngun e sherebelës në dietën tuaj në mënyrë që të merrni edhe përfitimet e tyre. Për këtë do ju duhen këta përbërës: një kupë e gjysmë gjethe sherebel të freskët, 1 litër ujë, 10 kokra star anise. Zjeni të gjitha përbërësit në ujë për të paktën 15 minuta. Kullojeni dhe gjithashtu derni lëngun në një shishe sterile dhe mbyllni mirë. Përdoreni sipër freskinë e fytyrës për të pastruar lëkurën me një pambuk të cilën e keni zhytur në të, ashtu edhe për t'u dhënë aromë të freskët edhe të këndshme trupit. Bëni një çaj me një kupë ujë që zjeni një lugë të vogël sherebel të thatë, 2 lugë të freskët në rastet e ndryshme. E lini për të paktën disa minuta deri në 5 dhe më pas hidhni pak mjaltë dhe gjithashtu shtoni edhe pak limon. Pijeni çajin e sherebelës në të mirën e shëndetit tuaj dhe përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë të menjëhershme në betejën kundër komplikacioneve dhe gjithashtu rritjen e rezistencës së organizmit. Por tregoni kujdes. Gratë shtatzana dhe ato që ushqejnë fëmijën e tyre me gji, nuk duhet të përdorin çajin e sherebelës pasi mund të ndikojë gjithashtu në kontraktësimin e tyre, duke sjellë gjithashtu edhe ndërlikime në situatat që mund të krijojnë shqetësime të menjëhershme. Ekspertët thonë se sherebela është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese dhe mund të japë përfitime të larmishme në lehtësimin e komplikacioneve. Ajo mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira të bimëve shëruese që mund të ofrojnë mbrojtje më të mirë të shëndetit. Sherebela është një shkure e vogël e viseve të ngrohta. Gjithashtu ajo gjendet për erë gjelbër dhe me gjethe vezake dhe eshtake të mbuluara me push ngjyriri dhe me një aromë vërtet të veçantë, e cila përdoret gjithashtu edhe në mjekësinë popullore dhe industrinë farmaceutike.
Për shkak të përfitimeve të larmishme që ajo ofron, do të kthehet në një element të vërtet të fuqishëm në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj mos nguroni ta keni pjesë të dietave tuaja ditore këtë bime të veçantë, duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese që ajo ofron. Sherebela përdoret si për problemet me sistemin tretës, në mungesën e oreksit, gjithashtu edhe dhimbjet e stomakut, kundër diarres, fryrjeve të barkut, urthit dhe gjithashtu komplikacioneve të tyre. Kjo erëzë përdoret gjithashtu për uljen e prodhimit të diarres, të djersitjes, përshtymes, depresionit, dhimbjeve, humbjes së kujtesës dhe problemeve siç është për shembull edhe Alzheimeri. Sherebelen mund ta përdorni gjithashtu për të lehtësuar afshët e nxehta dhe mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Sherebela mund të aplikohet në forma të ndryshme, por sipas Healthy Side, këto janë disa nga përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga përdorimi i kësaj bime. Ajo është një ndihmë shumë e mirë ushqyese në betejën kundër problemeve të Alzheimerit. Marrja e ekstrakteve të sherebelës mund të ndihmojë edhe në përmirësimin e kujtesës dhe në përpunimin e informacionit të mësuarit tek njerëzit që janë në fazat e para të sëmundjeve të Alzheimerit. Ajo ofron një performancë më të mirë mendore për ju. Një dozë e vetme e sherebelës mund të ndihmojë në përmirësimin e përqendrimit dhe vigjilencës tek personat e rritur dhe të shëndetshëm, ndërsa kur përdoret si aromaterapi mund të përmirësojë gjithashtu edhe vetvigjilencën dhe përqendrimin, madje dhe kujtesën. Sherebela është një ndihmë shumë e mirë ushqyese edhe kundër problemeve të herpesit. Herpesi i shkaktuar nga ftohja kur aplikohet sherebela si krem mund të ofrojë gjithashtu një lehtësim të këtij shqetësimi, duke sjellë rezultate të duhura në lehtësimin e komplikacioneve dhe gjithashtu përmirësimin e imunitetit tuaj. Sherebela është një bimë që mund të japë përfitime kundër kolesterolit të lartë. Përdorimi i sherebelës së zakonshme 3 herë në ditë për 2 muaj mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit dhe yndyrnave në gjak, të quajtura trigliceride, dhe të rritë gjithashtu nivelin e kolesterolit të mirë. Te njerëzit të cilët kanë gjithashtu edhe probleme të kolesterolit të lartë, kjo bimë mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të saj. Për sa kohë sherebela përdoret nën kujdesin e duhur, ndikimi që do të ofrojë në shëndet do të jetë i menjëhershëm dhe me efekte të duhura pozitive. Ajo mund të japë përfitime mjaft të mira edhe kundër problemeve të menopauzës. Studimet të mëparshme sugjerojnë gjithashtu se ekstrakti i sherebelës për 8 javë mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave të menopauzës, sidomos edhe të afshëve të nxehta dhe djersitjeve të tepërta gjatë natës. Ekspertët thonë se ajo është e mirë për organizmin përsa përdoret me kujdesin e duhur dhe asnjëherë me tepri. Kështu vlerat e saj në mbrojtjen e shëndetit do të jenë të menjëhershme, të fuqishme dhe do të parandaloni gjithashtu komplikacionet që i kanosen në vazhdimsi shëndetit tuaj. Sherebela mund të ndihmojë gjithashtu kundër dhimbjeve të fytit. Përdorimi i sprajit të sherebelës në veçanti mund të ofrojë rreth 15% element frytëvënës për lehtësimin e dhimbjeve të fytit. Një tjetër studim tregoi se çaji i sherebelës mund të jetë një përzgjedhje efektive në dobi të shëndetit dhe të lehtësojë komplikacionet. Sherebela mund të lehtësojë gjithashtu edhe djegjen nga dielli. Duke aplikuar një ekstrakt me 2% sherebel në lëkurë pas ekspozimit në diell, mund të parandaloni skuqjen dhe gjithashtu dëmtimet e saj. Këto përfitime të sherebelës do të luajnë një rol mbrojtës kundër dëmtimeve të lëkurës nga dielli. Ndaj sherebela mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Përdoreni me kujdes këtë bimë të veçantë dhe vlerat që do të merrni do të jenë vërtet të veçanta në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme që i kanosen shëndetit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.